Në Prishtinë sot mbahet panajiri i parë i ekonomisë qarkore, një panajir i llojit të parë, një format që nuk e kemi takuar deri tash. Disa kompani kanë konfirmuar se do të marrin pjesë tashmë në këtë panajir. Do të flasim për hollësi me menaxherin e projekteve në organizatën Rilindja e Gjelbërt, Genta Golli. Genta Golli është organizatori i kësaj ngjarje. Do të mësoj më shumë nga Genti për të pa për çfarë është fjala. Genti, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje. Për çfarë panajiri bëhet fjalë? Spori, faleminderit shumë për ftesën. Bëhet fjalë për panajirin e ekonomisë qarkore Reko 2025 që mbahet sot. Panajiri ka për qëllim promovimin e bizneseve që kanë të bëjnë me ekonominë qarkore, që promovojnë ekonominë qarkore edhe përmes aktiviteteve tyre, shërbimeve edhe produkteve e promovojnë këta. Genti, çka është ekonomia qarkore që ta zbërthejmë për dëgjuesit tanë? Ekonomia qarkore përkundër ekonomisë lineare, që e njohim si ekonomia e rëndomt, nuk e përmbyll ciklin me hudhje të produkteve ose gjësandeve që mund blejmë. Pra ideja është që në fund të jetës produkteve ndryshme apo dhe shërbimeve të rikthehen ato prapë në jetë përmes riciklimit, ripërdorimit, ridizajnimit edhe këtyre lloj aktiviteteve, normal duke filluar me parandalimin spori të blerjes edhe të prodhimit të madh. Përveç këtyre aktiviteteve, qëllimi i ekonomisë qarkore është edhe ulja e impaktit mjedisor përmes aktivitete të ndryshme, teknologjike, si që janë prodhimet më të shpejta, më eficiente, ndërtesa më eficiente, fabrika e kështu me radhë. Genti, që ka një projekt i lidhur ngushtë edhe me çështjet mjedisore. Po, është krye këput çështje mjedisore, është një prej temave që e lidh edhe ekonominë edhe mjedisin, do të thotë ekonomia qarkore me një fjalë. Po, do të thënë, tash e kuptuam se çfarë qen ka ekonomia qarkore, atë çka mund ta ripërdorim, ta kthejmë në procesin e përdorimit përsëri, diçka që duhet mësohet ndoshta që në shkolla. Ka nisur të punohet diçka në këtë kuadër, Gent? Po, fatmirësisht disa kompani nëpër Kosovë kanë filluar vetë me implementu këtë sistem. Kompanitë që i kemi këtu të ftuar në panajir që janë gjithsejt 25 vetë se kanë të integruar këtë ide, këtë mindset në kompanitë e tyre, edhe pse ndoshta në fillim për shkak se është një gjë e re në Kosovë, një term i ri në Kosovë, ato të paktën linjat ndryshme të prodhimit ose ndonjë proces caktuar brenda kompanisë tyre e kanë qëllimin e implementimit të ekonomisë qarkore, edhe pse ndoshta ajo krye këput nga fillimi deri në fund. Gent, ju e keni pasit nevojshme, sepse vini nga Rilindja e Gjelbërt dhe këtë mision keni para vetes, apo si e krijuat këtë ide për këtë lloj panajiri? Ky panajir si ide ka ardhur kur kemi fillu projektin Ekonomia qarkore për tranzicion të Gjelbër. Ky aktivitet është një aktivitet nga shumë tjera që janë pjesë e këtij projekti. Projekti ka pas qëllim edhe prodhimin e dokumenteve, takime ndryshme me palë ndryshme me organizata, biznise dhe zyrtar të nivelit qendror dhe lokal. Kështu që kjo është një prej aktiviteteve të projektit. A ndihmon kjo forme, kjo praktikë dhe vetë ekonominë në kostot e veprimtarisë së saj? Çështja e ekonomisë qarkore, për shkak se disa persona ndoshta mundin me mendu që mundin me pas edhe impakt të dëmshëm në ekonominë e tyre, nuk e ka atë qëllim as pak. Qëllimi i saj është që ekonomia me vazhdu ashtu siç është, mirë po që në mendje me pas edhe aspektin e mbrojtjes së mjedisit. Po. Kjo është shumë thelbësore. A ka shumë ende nevojë për edukim në masë, Gent, sa i përket mjedisit, sepse ne shpesh harrojmë të tjerët, e shikojmë vetëm atë hapin, një hap para vetes dhe jo më tutje për dëmin që bëhet në mjedis. Unë mendoj që ka shumë nevojë për edukim që të jetë sa më shumë e përhapur. Ne si popull, në farforme kemi implementu këtë sistem, edhe pse ndoshta nuk e kemi ditë, e kemi bo në masë vogël
duke i dhuru rrobat tona tjerëve të afërmve, për shembull, ose ripërdorimin e kavanozave ose qeseve qysh i bojmë zakonisht. Mirë po, besoj që është e nevojshme ndoshta edhe që bizniset ta kenë ato në mindset, domethënë të jetë prej procesit, prej fillimit të produktit, prej materialit bazë, ndoshta edhe deri te përfundimit e kur e blejmë ne ose kur e hekim prej përdorimit. Paralelisht pra me punën që bëjnë ata të kenë paralelisht si një qëllim kryesor edhe aspekti mjedisor. Ogente, cilat janë praktikat më të mira që ka funksionuar kjo ekonomia qarkore në vende të tjera? Keni pa modele sigurisht? Po, ka modele caktume, shumëta. Ne këtu i kemi të ftuar pjesëmarrës panajër prej industrive të ndryshme, duke fillu prej agrikulturës, reciklimit të plastikës, xhamave, kompani që bëjnë përpunimin e drurit ose mbetjeve drurit, e kështu me radhë. Secila që mundemi me pa këtu në panajër, ne sot, secila ka modele ndryshme që zhvillohen edhe jashtë vendit. Normal, në masë shumë më të madhe, besoj se në Kosovë, mirë po edhe këto në Kosovë edhe pse të vogla, janë iniciativa shumë të mira që më vazhdu me tutje kështat. Onoroj punë të barë sot në panajër dhe ju përgëzoj shumë për këtë nismë. Faleminderit shumë për kohën që keni ndarë për programin e mëngjesit në Radio Kosovë. Faleminderit edhe juve për ftesën dhe për këtë intervistë. Shfrytëzoj rastin të ftoj të gjithë dëgjuesit që të vinë na vizitojnë shtandet në pjesën e panajërit në hyrjen lindore të Prishtina Mall. Do jemi këtu, t'ju presim edhe t'i vizitojmë këto kompani që kanë veprimtari shumë interesante dhe kanë shumë për të treguar. Faleminderit edhe një agent, mirupafshim me punë të mbarë. Mirupafshim, faleminderit. Gjithë të mirat. Dëgjues dashur, biseduam me Gent Agollin, menaxher i projekteve në Rilindja e Gjelbërt, e cila organizon sot panajërin e parë të ekonomisë qarkore. Siç dëgjuam Gentin, një panajër me përmbajtje shumë me interes për të gjithë, që lidhet drejt për drejt me çështjet e mjedisit, krahas zhvillimit të ekonomisë që bëjnë bizneset, duhet të kenë parasysh edhe çështjet mjedisore në mënyrë që të krijojmë një mjedis të shëndetshëm e të qëndrueshëm për të gjithë ne.